Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, lusim Allahun e plot fuqishëm që të na jep begati për begative të tija të shumta, mbi të gjitha besimi, imani, hidajeti që Allahu na ka udhëzu, të na jep dhe të na shtoj ato të mira, të na mbajt gjithmonë mbi to dhe e lusim Allahun e plot fuqishëm që gjithnjë të jetë ai prioritet në jetën tonë të përditshme. Në ligjëratën e kalume kemi bë fjalë për martesën në jetën studentore, duke pasur parasysh se martesa në esencë është për të vendosur rend në shtëpi, në familje, dhe duke pasur parasysh se jeta studentore si mosh është në konflikt, është në kundërshtim me të njëjtën kohë me nevojën për martesë. Dhe gjithnjë njeriu do të kishte problem se cilës t'i jep prioritet kur në të njëjtën kohë dy gjëra na paraqiten. Është mjeshtria e njeriu të mençur që do të duhet di se cila është përparësia, dhe në këtë rast për gjithçka ku duhet nevojitet dhënia përparësi në dy çështje të barabarta t'i quajmë, ajo kërkon dije. Sikundër do ta marrim shembullin në trafik, për shembull, kur ngasim një veturë, na paraqiten nëpër udhkryqe në vende të ndryshme vetura të shumta që dëshirojnë të marrin përparësinë, a thu vallë, po të mos kishte rregulla se çfarë do të veprojë në rast se ka policë, çfarë do të veprojë në rast se nuk ka policë, por ka shenja sinjalizuese semafor. Në rast se nuk ka semafor, ekzistojnë rregullat e përgjithshme teorike, dhe në rast se edhe këto të fundit nuk i dim, atëherë ndeshja është e pa anashkalume. Në fakt, dietarët e famshëm të mëparshëm islam kanë thënë, nuk është mençuri të kuptojmë dhe të dallojmë të mirën nga keqja, por mençuri do të ishte të dallojmë prej dy të mirave cila është më e mirë dhe prej dy të këqijave cila është më e keqe. Sepse të mirën dhe të keqen njerëzit që nga mosha 6-7 vjeçare janë në gjendje ta dallojnë, e në disa raste edhe më herët. Pra është shumë rëndësi të kuptojmë se në momentin e caktuar cilës duhet dhënë përparësi, atë u munduam që ta shpalosim në dersin e kaluam para 2 javë, dhe sot do të bëjmë fjalë për qëllimet në fakt të martesës, ose objektivat kryesore pse ka mbet martesa. Do të shohim se Allahu xhalla xhelaluhu martesën e ka legjitimuar, e ka njohur si një mënyrë unike të vetme për mbrojtjen dhe ruajtjen e llojit njerëzor. Allahu e nisi njerëzimin me krijimin e njeriut të parë Ademit alayhis salam me duart e veta. Allahu ka mund që çdo herë krijimi i njeriut të jetë në mënyra të ndryshme, pra edhe sikur e ka krijuar Ademin alayhis salam. Por me kalimin e kohës, ne e kemi pasë Allahu këtë detyrë në fakt. Pra krijimin e njerëzit ja ka lënë vetes si mundësi, por përmjet sebepeve që janë të njohshme për gjithë secilin që është moshëritur dhe qoftë ka kry shkollën fillore dhe ka mësu mënyrë të mjaftueshme për mënyrën e krijimit të njerëzit, po flas pa ironizu, po e kem fjalën për mënyrën e krijimit të njerëzit tashëm
sigurisht se nuk pajtohen për mënyrën e krijimit të njeriut të parë me atë që është mësuar në shkollat fillore. Pra, Allahu i plot fuqishëm e ka lënë martesën si mënyrë të vetme po ashtu që njeriu ta ruaj llojin e vet. Nuk është thjesht vetëm kontakti i mashkullit dhe femrës sa për të bën një njeri, po ajo duhet t'i paraprihet patjetër me martesë legjitime, e cila shoqërohet me kontratë martesore të cilën e shprehin dhe pajtohen për të mashkulli dhe femra, dhe atë pajtueshmëritë e tyre, atë ofertë dhe pranim të ofertës e dëshmojnë të paktën dy nga muslimanët, dy dëshmitar nga muslimanët, dhe do të jenë në gjendje që të dëshmojnë në momente të caktuara për këtë martesë, e që këta do ta bëjnë publike edhe përmjet aktit të dasmës. Me fjalë të tjera, Allahu i plot fuqishëm pra martesën e ka lënë si një mundësi që njeriu ta mbajë llojin e vet, por ne do t'i shohim se çka në esencë synohet prej martesës. A është qëllimi vetëm një, dy që mund t'i shkojë mendja dikujt, apo dikujt tjetër për 2-3 motive tjera, apo thjesht Allahu xhalla xhelaluhu këtë çështje e trajton në mënyrë paksa më të sofistikuar, ta them, në mënyrë pak më të ngritur, sepse nuk është çështje e hajgarës, çështja e martesës, andaj edhe si e tillë trajtohet edhe seriozisht prej Allahu xhalla xhelaluhu me mësimet e tij që na jep që ne të mos e mendojmë se lidhja e mashkullit me femrën është vetëm një dëshirë, një pasion i tyre për një kohë të caktuar dhe gjithçka të përfundoj me përfundimin e dëshirës së tyre, por përkundrazi të mendohet thjesht se ajo, pra martesa, është diçka që kërkohet të ndodh si një e mirë, si një interes për të dy palët, edhe për mashkullin edhe për femrën, si një e mirë dhe si interes edhe për familjet e të dy palëve, por si e mirë dhe interes edhe për pasardhësit e mundshëm për ta. Andaj, ne e themi se duhet gjetur kohën e përshtatshme për martesë, duhet plotësuar kushtet për martesë, por duke u ndalur në qëllimet e martesës thjesht të shohim në mënyrë më të afërt se cilat në esencë janë qëllimet apo objektivat e martesës. Do të përmendim disa pika. Ajo martesa fillimisht është respektim i vullnetit të Allahut xhalla xhelaluhu. Allahu thot fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Martohuni me ato gra që ju pëlqejnë. Pra drejtohet, martohuni me ato gra që pëlqejnë, ju drejtohet burrave. Thjesht pse ju drejtohet burrave? Jo që në Islam nuk lejohet martesa me ofertë prej vajzës. Këtë duhet ta dinë. Pra është shumë afër mendsh që një vajzë të ofertoj, ose babai i vajzës të ofertoj për një djalë, nuk ka të keqe asgjë, por megjithatë kjo i mbetet si detyrë meshkujve. E tash, nëse dikush ajetin dëshiron që ta komentoj gabimisht, pra pse të thuhet të zgjedhin gratë që i pëlqejnë meshkujve, të mos thuhet në mënyrë të ndërthort, do thotë edhe për femrat që le zgjedhin burrat që i pëlqejnë, është fjala se mashkulli oferton. Në këtë rast, nëse bën ta themi që është edhe me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dora që jep është dora e lartë, dora që merr është dora e ulët. Por në të njëjtën kohë do ta themi me këtë kontekst, ai që lyp e ka pozitën më të vështirë se sa ai që jep. Andaj femra jo që nuk ka të drejtë ta zgjedh burrin, përkundrazi, ajo ka të drejtë ta zgjedh burrin bashkë me prindin e saj,
por është fjala që ajo do ta thotë përgjigjen e jo pyetjen. Ndërka që pyetjen do ta bën burri. Që i bie se burri kur bën pyetje, i bjen njëkohësisht se ai ka dhënë pajtimin paraprakisht, para se ti ta dish mendimin e tij, se apo don ai me të marr apo jo, në momentin kur ai oferton, sikur ai ka dhënë përgjigjen që në fillim. Dhe kjo i përshtatet në fakt edhe natyrës maskullore. Pse i përshtatet natyrës maskullore? Se burri mund të jetë më pa hezitim, mund të jetë më i guximshëm, mund të jetë si mashkull njeri që rrezikon, nuk turprohet, ndërka që femra në esencë nga turpri mund të mos e thot ndoshta edhe pon e duhur, ose ndoshta nga njëherë vetëm me mimik përgjigjet, të paktën kështu është thënë kjo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por kështu edhe kanë ngjarë në kohët e mëhershme, gjë që e kujtojmë, e kemi mri atë kohë, nuk them se sot nuk ndodh, ndoshta sot ndodh, por të paktën hezitim për thonë po ose jo vajzat e sodit nuk kanë. Por i dërguari sallallahu alaihi wasallam na pati mësuar se femra, sidomos femra beqaresh që nuk ka ndodhur që të ketë martesë më herët, e ka vështirë që të deklarohet para familjarëve, dhe i dërguar na thotë se nëse ajo hesht, ajo në fakt pajtohet. Në rast se do ta refuzonte, ajo do ta refuzonte me zë. Me fjalë të tjera, nuk duhet absolutisht të shohim se këtu i është dhënë përparësi meshkujve, përkundrazi i është dhënë përparësi femrave, sepse mashkulli është ai që oferton, e gruaja, femra ka të drejtën që ta pranojë ofertën ose ta refuzojë atë. Pra Allahu i plotfuqishëm e ka bërë këtë që të jetë platformë e tij dhe sunnet i tij në tokë, që kësaj kanë qenë edhe vetë të dërguarit e Allahut, pejgamberët e tij, që martesën në fakt e kanë pas mënyrë se si kanë jetuar ata. Allahu i plotfuqishëm pra martesën e sheh si një akt me cilin ndërtohet familja, e me familjen ndërtohet shoqëria. Allahu i plotfuqishëm martesën e sheh si një akt shumë esencial për mbarvajtjen e familjes dhe shoqërisë. Nëse martesa është në parametrat duhur, është si duhet, atëherë familja është më me shans të jetë në platformë të mirë në rrugtimin në jetën e kësaj bote edhe të ahiretit. Por në rast se familja pra nuk është mirë, atëherë do të thotë se nuk është parapri me një martesë të mirë. Por në rast se njëra dhe tjetra, martesa e mirë me një familje të mirë janë bashkuar, pra atëherë kemi shumë të drejtë të mendojmë se ose të presim një shoqëri të shëndosh dhe të mirë, e kundërta me të kundërtën, nëse martesa e keqe ka qenë në një familje, të prodhohet një familje e keqe, atëherë vaj halli për shumë familje të tilla që e përbëjnë shoqërinë dhe do të jetë edhe shoqëria e keqe. Allahu i plotfuqishëm pra martesën e sheh një bazë ose një bazament shumë të shëndosh, ku ndërtohet pra bërthama e e shoqërisë, dhe në anën tjetër e sheh si një diçë që nuk është monotone. Pra, ne në detyrat tona të përditshme, gjersa ato të mos mishrohemi me anën e besimit, mund t'i kuptojmë si të papranueshme. Për shembull, kur t'i shpjegohet dikujt agjerimi si ibadet, i duket abnormal ky akt, ky ibadet. Çfarë është ky ibadet kur në pikë të verës, në kohën e etjes më të madhe kërkohet që të mos pish ujë, ose çfarë është ky ibadet kur kërkohet në urinë më të madhe që e ke, ndoshta në punën dhe angazhimin e ditës më të gjatë të vitit, ti të mos ushqehesh. Pra, i duket shumë absurde që njeriu të afrohet tek Allahu, ta adhurojë Allahun me agjerim. Por natyrisht Allahu nuk ka kërkuar prej njerëzve që të agjerojnë, por ka kërkuar prej besimtarëve. Pse besimtari nëse me besim këtë e sheh shumë të lehtë dhe të mundshme. Nëse me besim nuk e sheh të mundshme, atëherë nuk kërkohet prej tij të agjerojë. Kësaj pra janë edhe të gjitha ibadetet tjera, është edhe namazi, është edhe gjithçka tjetër
që kërkohet njeriu të sakrifikoj, të vetmohoj prej të drejtave të tij, ta prish gjumin e tij, ta prish rahatin e tij, ta prish udhëtimin e tij, ta prish punën e tij, angazhimin e tij, ligjëratat, ndonjëherë provimin e tjera për shkak të namazit. Dhe njeriu pra e fal namazin në bazë të energjisë së besimit që e ka, por nganjëherë namazi mund të jetë edhe i padëshiruar për njeriu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allahu thot namazi është punë e vështirë, por ajo do të ishte e lehtë përveç për njerëzit që kanë frikën dhe respektin e plot ndaj Allahut të plotfuqishëm. Pra shumë ibadete të tilla, ose ta marrim pra zakatin. Zakati për njeriu dorështrëngut është një ibadet shumë i dhimbshëm. Pra po e marr shembullin konkret, ai nuk gëzohet për faktin se i ka 10.000 euro, por mërzitet për faktin se duhet i shkojnë 250 euro. Pra për të varfrit dhe nevojtarët. Ai nuk gëzohet për faktin se i kanë mbetur 9.750 euro, por mërzitet për faktin se nuk i ka 10.000 të plota tash se është detyruar të japë zakat. Ose shkuarja në haxh e gjëra të ngjashme. Përveç të martesa është interesante. Këtë musliman dhe jo musliman, të pjekur dhe të papjekur, njerëz intelektual apo jo intelektual, martesën pra Allahu e ka bërë një detyrë që si bazament i shoqërisë të ndërtohet shoqëria të jetë martesa, por është interesante si e tillë ajo është e lakmueshme. Është e lakmueshme pra Allahu nuk e ka lënë që rujtja e llojit njerëzor të ishte me shumë mund dhe sakrificë, sepse imagjinojeni dhe me këtë e themi me shumë përgjegjësi, po të ishte çështja e fëmijëve një detyrë ndryshe të bëhet. Pra të mos e ketë atë motivin që e ka njeriu, mashkulli dhe femra. Të jetë me një obligim shumë të madh. Të thuhet për shembull, dikush duhet të punoj 9 muaj apo 9 vjet për ta pas një fëmijë të vetin, do të punoj tek filan personi dhe ai pastaj ja jep atij një fëmijë. Shumë njerëz nuk do të ishin angazhu fare dhe do të kishte mbet pa trot dyshimit njerëzia, moti e shkatruar dhe e mbetur pa njerëz. Pse? Se kush do të angazhojë gjithashtu shumë që ta mbante fëmijën, që ta bënte një fëmijë me punë, pra ta blente ta themi një fëmijë, ose të bënte ndërtim të madh, të lartë dhe si kundërpërgjigje në fakt ose kundërvlerë e saj të ndodh pra një ardhja e një fëmije, ose ti punoj 9 hektar tokë e kësi shembuj të ndryshëm me radhë, pra njeriu nuk do të punonte për njeriu. Por Allahu i plotfuqishëm e ka karakterizuar mundësinë e ruajtjes së llojit njerëzor me diçka që e kërkon mashkulli dhe e kërkon femra. Pra me diçka që është e natyrshme dhe me njeriu pavarësisht besimit që e ka. Pra për agjerim po u motivua kanë vetëm besimtarët. Njëjtë për namaz, njëjtë edhe për zakat, njëjtë edhe për haxhillëk, njëjtë për shumë ibadete të tjera që besimtari pra varësisht prej nivelit të imanit që e ka, i bën pa kurfar përtese, pa kurfar ngushëllëku. Në anën tjetër, po të ishte pra agjerimi për krejt njerëzit, pra pa u motivuar prej besimit, atëherë është një ibadet i pa kapërdishëm, është i pa përballueshëm. Kësaj pra po të ishte martesa edhe për besimtarët, por edhe për të tjerët pra karakteristikë që motivohet njeriu vetëm prej anës së besimit, do ta kishte shumë problem, por ja që Allahu e ka lënë që martesa të jetë një rend hynor që për të ketë nevojë, të ketë dëshirë, madje të ketë pasion edhe mashkulli, edhe femra, dhe ajo kësaj ditët e para është shumë interesante, edhe mashkulli edhe femra më së paku që din të shohin në partnerin e tyre të jetës është çështja e të qenurit nën ose baba. Pra djali nuk di të mendoj shumë për ta zgjedhur nusën e vet se a është nën e mirë, por ai e shikon se a është grua e mirë, a është nusë e mirë për te. Dhe ana sjelltas. Pra këta nuk motivohen thjesht që në fillim për obligimet e ndërsjellta që vijnë nesër pas martesës, siç është fëmijë dhe trashëgimtarët. Pra ajo është një dëshirë, një pasion që vjen pas martesës dhe
tek atëherë mund të vërej edhe njëri edhe tjetri, edhe bashkulli edhe femra, gabimet që i kanë lëshuar në momentin e martesës. Pra, thjesht a ka zgjedh një nën të mirë për fëmijët dhe a ka zgjedh ajo një babë të mirë për fëmijët. Në rast se ata do t'ja kishin arrit që të kenë gjetur baban e mirë dhe nënën e mirë, martesa e tyre do të jetë shumë fatlume, do të ketë shumë lumturi dhe harmoni. Në të kundërtën, nëse ata do të ishin burrë dhe grua shumë të mirë, sa kohë që jetojnë pa fëmijë, në moment kur lindet fëmia dhe kur shihet se ajo është një nën shumë pa karakter për të qenë nën, ky është një baba shumë i pa denj për të qenë baba, atëherë do të lindin edhe problemet se nuk do t'ja mbush njëri tjetrit syrin për bashkëshort, edhe pse një gjë e tillë dje nuk është dukur. Martesa qenka pra thjesht respektim i dëshirës së Allahut. Ta kem parasysh se kjo dëshirë duhet të respektohet. Imagjinoje një njeri nëse është në isëmur, për shembull, dhe dëshiron të agjeroj, por nuk mundet, ose mund t'ja del vetëm pas një mundimi shumë të fuqishëm, cila është më mirë, të agjeroj apo të haj, ne do të thënim këtë rast se më mirë është që të haj ditën e Ramazanit. Pse? Allahu ja ka mundësuar atij që të mos agjeroj për shkak të shëndetit të tij të rënd dhe nuk kërkon që ai ta lodh veten deri në atë mas sa ta rrezikoj shëndetin, por përkundrazi le ta merr mirësinë e Allahut xhelle xhelaluhu. Ose siç kanë thënë dietarët për namazin që ka 4 rekate, është fjala për drekën, ikindin dhe yatsin. Ju e dini, besoj që keni njohuri të gjithë se namazi me 4 rekate mund të shkurtohet kur njeriu është në udhtim, pra të falet nga 2 rekate. A është më mirë, shtrohet pyetja, që të vazhdohen 4 rekate apo të falen nga 2 rekate? Përgjigjja është se është më mirë që të falen 2 rekate. Ndonse ne sa më shumë falemi fitojmë sevape, por pse në udhtim kjo të ishte e kundërta? Sepse i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: kjo është sadakaja e Allahut që ju ka begatuar me te, andaj pranojeni. Pra ne do ta marrim atë që Allahu ka caktuar për ne si një lëmosh ose si një favor, si një dhuratë që Allahu na ka bërë, dhe ne do të preferojmë që atë favor ta përfillim dhe ta merrim seriozisht nga ana e Allahut të plotfuqishëm. Martesa është përveç kësaj është traditë e gjithë pejgamberëve të Allahut. Allahu thot: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Ne thot para te kemi dërgu pejgamber të shumt dhe atyre u kemi dhënë mundësi që të martohen dhe të kenë fëmijë. Pra, martesa nuk është ditë që i karakterizon vetëm njerëzit ta themin këtë rast të ult, ose njerëzit që janë me fe më të paqëndrueshëm. Përkundrazi, martesa është ritual fetar. Pra, nuk duhet shikohet se po të jesh fetar i mirë, nuk duhet të bësh fjalë për martesë. Këtë pse po e them? Se ka besim, ka fe që këtë e trajton kësaj. E Allahu xhelle xhelaluhu na ka tregu ne përmjet këtij ajeti dhe ajeteve të tjera, argumenteve të tjera, se kjo fe nuk ndërtohet në këtë mënyrë. Kjo do të ishte një gabim. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Thot Allahu i plot fuqishëm, murgrin e shpikën vet. Është fjala për të krishterët, të cilët pretendojnë se me mosmartesën e prithrinjve do të afrohen më shumë tek Allahu, ose me mosmartesën e murgëreshave do të afrohen më shumë tek Allahu në mënyrë që ata të jenë shërbëtorë të kishës, në mënyrë që ata ta sakrifikojnë tërë jetën e tyre pa krijuar familje. Allahu thot, ata vetë e bën një ligj të tillë, ja obliguan vetes, a Allahu këtë nuk e ka kërkuar. Përkundrazi, po të ishin njerëzit më meritor të mos martoheshin për shkak të angazhimeve për fe,
kush më tepër se pejgamberët e Allahut? Kush janë më shumë të angazhuar se sa ata? Inni da'autu qaumi lejlen wa nahara. Nuhi a.s. thot, unë i kam ftuar në islam popullin tim natë dhe ditë. Pra Allahu e përmend si një të vërtet fjalën e tij. Pra nuk ka qenë gënjeshtër, natë edhe ditë. Nuk është ndal asnjëherë. Nuhi a.s. pra pa reshtur i ka thirr popullin e vet në besim. Pra njëjtë kanë vepruar edhe pejgamberët e tjerë. Dhe po të ishte dikush se nuk ka kohë të merri me obligime familjare për shkak të thirrjes në fe ose për shkak të shërbimit të fesë, do të ishin pejgamberët e Allahut, por Allahu ja e demonton këtë. Thot ne kemi dërguar pejgamber para teje dhe atyre u kemi dhënë mundësinë pra të martohen dhe ju kemi dhënë familje. Allahu i plotfuqishëm pejgamberët si misionar të tij në tokë, si thirrësit që i ka dërguar për t'i udhëzuar njerëz, për t'i nxjerrë nga errësirat e devijimit në dritën e udhëzimit, Allahu i plotfuqishëm ata i ka bërë njerëz të rëndomtë që të martohen, të krijojnë familje, të krijojnë pra bazat e shoqërisë edhe duke qenë vet individ të tillë pra që kontribuojnë në këtë drejtim. Pra besimi jon në pejgamber është detyrë. Ne i besojmë Allahut, i besojmë me lajkeve, i besojmë librave të tij, i besojmë edhe të dërguarive të tij. Dhe kur i besojmë pejgamberët e tij dhe e shohim se ata janë shëmbëtyrë e njerëzimit për tu ndjekur, pra secili popull e ka pasur pejgamberin e vet dhe ne në fakt e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të dërguar në fundit, të cilin jemi të obliguar ta pasojmë, atëherë të shohim se edhe para rëndësit e tij edhe ky është martuar. Pra martesa e pejgamberit nuk duhet të na lej hapësirë për të filozofuar se mos është më mirë që në emër të fesë të ndalemi nga martesa. Përkundrazi kjo është një detyrë që njerëzit ja shpikin vetvetes, por edhe për këtë arsye edhe nuk mund ta mbajnë për fatin e keq në atë që e dëgjojmë e lexojmë për çdo ditë e më shumë në këtë çështje. Përkundrazi, martesa e pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë martesë interesante, pra ai është martuar me më shumë se një grua, ka pas shumë gra madje dhe pretendimet se dikush ka dëshiruar që ta trajtojë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si njeri e fsharak, si njeri i dhënë pas femrave, absolutisht nuk ka të drejtë, sepse ai kur i pati 25 vjet e mori një grua që kishte kaluar kohë në martesë, pra asaj veç i kishin vdekur 2 burra, ishte e vej e dyfisht Khadijja radhiyallahu anha. Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam i pati 25 vjet, bashkëshortja e tij përpos se ishte e vej e dyfisht, ishte po ashtu në moshë 15 vite më e vjetër. Po të kishte ky njeri pra qëllime të tjera dhe këtu nuk ka qenë pejgamber, atëherë sigurisht se nuk do të kishte bërë një martesë të tillë. E çfarë nëse ai kur është martuar me më shumë se një grua pas vdekjes së Hatixhes, se me Hatixhen nuk ka pas grua tjetër, pra kur i ka vdek Hatixha thjesht ka mbet pas një grua, dhe kur i ka vdek Hatixha ai ka pas plot 50 vjet. Pra si është e mundshme që ai në atë kohë të devijoj, në atë kohë të humb dhe të shfaqet nevoja për martesë, përkundrazi, pra tregon se martesën ai për sa më tepër është thelluar në thirrje, e ka pas si më të nevojshme që martesa është bazë për të ndërtuar raporte shoqërore. Jo për të shuar epshin, ndonse do ta përmendim edhe kjo është qëllim, por i dërguari sallallahu alaihi wasallam atë do ta kishte realizuar edhe pa u martuar. Nëse do të kishte njeri në fytyrë të tokës që pa u martuar kurrë, edhe pse është njeri i rëndomt, edhe pse ka epsh, nuk do të korritej kurrë, me siguri do të thonim se ai do të ishte i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu atij ja kishte falur mëkatet paraprakisht ato të mëhershme, por paraprakisht edhe ato që do të mund t'i bënte eventualisht. Allahu pra ka qenë i sigurt se ky njeri nuk do ta thyej besën edhe në Allahut të plotfuqishëm, por martesat e tij tregon se janë vërtet ngritje e bazave në shoqëri e jo diç tjetër. Pastaj
përveç se martesa qenë ka suneti i profetëve, i të dërguarve të Allahut xhalla xhelaluhu, do të shohim se ajo ishte edhe praktik pra e vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë shumë më të spikatur dhe në mënyrë shumë më të zgjeruar. Në kuadër të kësaj ne kemi shumë argumente dhe shumë fakte që martesën nuk do ta shohim si diçka të irritueshme, e as në fakt ajo që nuk i di shprehjet se si do t'i thuaj në medicinë, por njerëzit që do të donin të largonin epshin ose nevojën për gjinin e kundërt, pra nuk janë pjesë të islamit, por thjesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka qenë vetë i martuar. Qëllimi i tretë ose objektivi i tretë i martesës është që vetvetes dhe tjetrit, pra është fjala kundër gjinis, ti mundsohet që ta shuaj epshin. Patjetër. Allahu xhelle xhelaluhu këtë e merr parasysh. Allahu këtë e ka në konsiderat. Sikur që Allahu ne na ka krijuar të nevojshëm për ujin, ai na ka vënë në një botë që ka ujë. Ai na ka vënë në një botë, në një planet që është pra 30% tokë, ndërkaq pjesa tjetër është ujë me shumicë. Pra Allahu xhelle xhelaluhu e din se çka ka krijuar. Allahu na ka bërë të nevojshëm që të ushqehemi. Dhe ja, Allahu në ditën kur vjen shpirti i një foshnje, pra i një njeriu në barkun e nënës së tij, atë ditë i vjen edhe risku i tij. Atë ditë i caktohet edhe lumturia ose jo lumturia e tij. Atë ditë i caktohet edhe koha se kur do të vdes. Pra çdo njeri Allahu xhelle xhelaluhu e ka begatuar me një gjë të tillë dhe kësaj çështja e riskut, pra e ka garantuar derisa njeriu ka kriju ashtu. Dhe do të ishte absurde që Allahu ta krijonte njeriu me epsh dhe të mos i jepte mundësi që ta shuaj epshin. Për këtë arsye dietarët kanë nxjerr si lexim deduktiv i të gjitha argumenteve se njeriu në jetën e tij nuk ka ndonjë haram që është haram e të mos ketë rrugtim tjetër që është halal. Pra, e ka ndalu alkoolin, por janë shumë pak pije të ndaluara krahasim me të lejuarat. E ka ndalu mishin e derrit, e ka ndalu coftinën, e ka ndalu gjakun, e ka ndalu kafshën që pret jo në emër të Allahut, por sa kafshë të tjera Allahu xhelle xhelaluhu i ka leju. Pra, ne duhet t'i shohim nga prizmi kështu. Allahu pra ka ndalu imoralitetin, ka ndalu zinan, por Allahu i plotfuqishëm të njëjtën kohë e ka leju martesën. Por lejimi i martesës duhet të jetë pra njeriu në mënyrë të natyrshme ta kuptoj se këtë duhet ta bëj për këtë qëllim, pra thjesht për ta shuar edhe epshin e vet. Dhe kjo nuk duhet shihet si gjë e mangët, kjo nuk duhet shihet si një diçka që është dobësi e njeriut, por dobësi do të duhet të paraqitej në fakt mos kontrollimi i epshit, sikur që do të ishte mos kontrollimi i nevojës për ushqim dhe pije. Pra, ti pin ujë kur e shtohesh, nëse nuk je duke agjëruar, nëse nuk ke ndonjë ndalesë, atëherë është gjë normale. Por nëse mendon që në emër të shuarjes së etjes të pish alkool, atëherë ti ke çorëditje në këtë rast. I dërguari sallallahu alaihi wasallam na pati thënë shumë drejt për drejt. Ja mashar shabab, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, o të rinj, kush ka mundësi që ti mbuloj obligimet martësore, le të martohet. Pra, thjesht pse le të martohet, sepse shuarja e epshit thjesht është një objektiv që Islami pra e njeh dhe kjo mund ndodh vetëm përmjet martesës së lishme. Këtu duhet të nxjerr një detaj. A bën që me vetdije një mashkull të merr për grua një femër e cila nuk është në gjendje që ti përgjigjet kërkesave të tij? Përgjigjja është jo.
edhe anasjetës. A bën që një grua të merr për burr një mashkull i cili nuk mund të ketë kontakt me te? Përgjigjja prap është jo. Pse? Sepse objektivi i martesës nuk realizohet me këtë lloj martese, me këtë lloj njeriu. Kështu që duhet ta kem parasysh se ai lloj i martesës nuk preferohet në islam. Dhe këtë duhet ta shohim pastaj edhe pas martesës. Edhe burri, edhe gruaja duhet ta shohin këtë si një detyrë të brendshme të tyre, si një nevojë fiziologjike të tyre dhe jo thjesht ta kuptojnë njëri tjetrin vetëm kur edhe ata e kanë të njëjtin disponim. Pra thjesht i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ju pati thënë muhaxherëve, cilët ju ankun atij se ensarët dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur, njerëzit e pasun po fitojnë shumë sevape, kanë marrë shumë favore, shumë të mira nga ana Allahu xhelle xhelaluhu. Pse çfarë po veprojnë? Thotë ata po falen si po falemi ne. Ata po agjërojnë sikur po agjërojmë edhe ne. Ata po japin sadaka sepse kishin para më shumë, ndërkaq ne nuk po kemi të japim sadaka. I dërguari sallallahu alaihi wasallam atyre u mësoi shumë gjëra që edhe ata të japin sadaka të ndryshme. U mësoi tesbihet, të thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Pastaj të japin sadaka njëri tjetrit me buzëqeshje, të japin me fjalë të mira sadaka njëri tjetrit dhe në këtë radhë përmendi tha, por edhe gjumin që e bëni ju me gratë tuaja është sadaka. Dhe një sahabi u ka bërë në këtë rast. Si ka mundësi kur ne shuajmë epshin ton dhe aty të fitojmë sevap? Tha po, përdori analogjin i dërguari sallallahu alaihi wasallam, tha, a mendon nëse ju do ta bënit një veprim të tillë në haram, a do të kishit gjuna? Pra, edhe aty e shuani epshin, por me grua të jashtëligjshme ose me burr të jashtëligjshëm. A do të keni gjuna? Pa dyshim gjuna i madh madje, zina. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, pra kështu në islam shpërblehen gjërat. Pra kur nuk bëhen haramet, e bëhen të kundërtat e tyre, bëhen në veprimet e duhura, atëherë do të duhej që të përdorej kjo logjik e shpërlimit të Allahut, pra që njeriu të ketë sevap. Dhe kësaj pra, edhe gruaja do ta sheh një detyrë të tillë karshi burrit të vet. Për këtë arsye i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë një grua bjen të flej e mallkuar dhe zgjohet e mallkuar pra në mëngjes nëse ajo nuk i është përgjigjur kërkesave të burrit të saj. Por edhe burri edhe duhet pra ti kontribojnë njëri tjetrit në këtë mënyrë. Burri në kohën e Omerit radiallahu anhu kanë pyetur sahabët dhe kanë pyetur pra për këtë detyrë dhe për këtë arsye se deri në çfarë moshe, në çfarë kohë, periudhe, intervali kohor një grua mund të qëndrojë pa burrin e vet. Njerëzit kanë ndodhur që janë shku për të vrarë në kuptim për të ra shahid dhe janë kthy te gratë e tyre që të mos ju krijojnë atyre periudhë shumë të gjatë pa pasur bashkëshortin afër vetes. Pra, kjo do të shihet si detyrë edhe para martesës edhe pas martesës. Detyrë tjetër ose objektiv tjetër i martesës padyshim është ruajtja e llojit njerëzor. Pra, a lejohet që të martohemi me një grua e cila e dim se nuk lind? Ne themi, mund të martohemi me të për aspekte të tjera, për solidaritet, por jo me qëllim, jo që një mashkull të gëzohet ose të kërkoj që ta merr një grua e cila nuk lind. Përkundrazi, pra, nëse tenton dikush që të bëj operim që të largoj organet e lindjes, pa pasur ndonjë arsye, ndalohet një gjë e tillë. Lejohet planifikimi i familjes në periudhë caktuar kohore për shkak të fëmijëve të vegjël, për shkak të edukimit të tyre, por nuk lejohet që një gjë e tillë të ndodh duke planifikuar përfundimisht familjen, duke thënë se un kam kaq fëmijë dhe që të mos kem të tjerë, duhet edhe të jem i sigurt, me duhet që në vend se të përdor mjete kontraceptive, atëherë të prish sistemin e lindjes tërësisht. Kjo nuk lejohet as nga ana mashkullit, as nga ana femrës. Pra kjo është detyrë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
në fakt gëzohet me numrin e madh të ummetit të tij. Në fakt, ne si njerëz nuk kemi ardhur për ta shkatruar llojin njerëzor, por ne kemi ardhur përkundrazi të sjellim këtu jetën se Allahu xhalla xjalaluhu na ka bërë khalife në tokë, përkundër që ta themi për këtë vendim nuk ishin dakord me lajket, por Allahu vendosi në bazë të dijes së tij atë çfarë me lajket nuk e dishin dhe pastaj i urdhroi me lajket që të nështrohen njeriut. Allahu pra na krijoi ne që ta ndërtojmë tokën. Allahu na bëri ne që ta ndërtojmë jetën në këtë tokë dhe ne për qenë të tillë do të kem reproduksionin ton njerëzor, do që të prodhohet lloj, të mbahet lloj dhe kjo është detyrë prej detyrave. Por me sa fëmijë nuk do të shkojmë me logjikën çfarë duket sot njeriu në kohën e hajnis, në kohën e të këqijave, kur njeriu shihet si një krijesë qysh ai të jetoj me zor në fakt. Qysh ta mbajnë të tjerë, qysh me e fut në punë se ndoshta më mirë do të ishte të mos kemi shumë njerëz dhe të mos kemi shumë vende edhe të përputhen vendet e lira të punës me njerëz sa i kemi. Nganjëherë njeriu duket i tillë. E çfarë nëse ai është i vobek, çfarë nëse ai është sakat, çfarë nëse ai ka gjymtime në trup, nuk mund të punoj. Ne nuk do t'i shohim pra gjërat kësaj, bardhë dhe zi, por përkundrazi ne derisa kur po vika shpirti i njeriut në barkun e nënës pas 120 ditëve, atëherë aty po caktoj ka që atë moment ardhja e shpirtit dhe momenti i vdekjes. Ardhja e shpirtit dhe momenti i vdekjes dhe risku se çka do të haj, ku do të haj. Pra nuk është detyrë e jona kjo. Detyra e jona është që të mundohemi të angazhohemi, por risku i secilit është tek Allahu. Fundja, jo se ne nuk do të angazhohemi për fëmijë, por shtrohet pyetja kush na ka garantuar neve të mëdhejve riskun, pra pse ne të jetojmë kur ne nuk e dimë se nesër a do të kemi apo nuk do të kemi. Pra thjesht rritja e numrit, rritja e llojit, mbajtja e llojit njerëzor është në fakt edhe dëshirë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje ai pati thënë, martoni me ato gra që lindin, pra janë të reja dhe lindin, sepse unë me ju krenohëm para të gjithë popujve me numrin e madh të pasuesve të ummetit tim. Pra kësaj ne do të realizojmë edhe atë qëllimin pra tjetër që Allahu xhalla xjalaluhu të na bëj prej atyre njerëzve që e ndërtojnë jetën në tokë e jo të tillë që shkatrojnë jetën në tokë. Prej objektivat të martesës, karshi këtyre do të ishte ruajtje e shoqërisë nga të këqijat, shkatruese nga dukuritë negative që do t'i jepte mosmartesa. Pra, kudo që kemi mosmartesë, kemi rreziqe. Çfarë rreziqe? Aty përhapet immoraliteti, aty përhapet pazari me moral, aty përhapet e keqja. Kur përhapen këto, përhapen sëmundje vdekje prurse. Përhapen të këqija humb bereqeti i Allahut. Aty ku bëhet zina nuk ka bereqet. Pra, janë shumë të këqija që na vinë përmes mosmartesës, sepse siç përmendëm në fillim, njeriu mund të mosmartohet duke ikë përgjegjësive familjare, por nuk do të thotë kjo se ai del prej botës njerëzore dhe nuk ka epsh. Shtrohet pyetja nëse analizohet jeta e një, ta themi si një perëndimori, e shohim se shumë prej tyre hezitojnë të martohen, të krijojnë nikah, të lidhin kontratë martesore me një femër të caktuar, por kjo nuk nënkupton se ata kanë treguar asketizëm ndaj femrës dhe anasjelltas. Përkundrazi ata kanë shndruar femrën si një lodër me cilën bëjnë lojrat e tyre, por jo krijojnë familje. Dhe femra po të mos ishte në këtë rast, mendje shkurtër, nuk do të duhet të pranonte një lojë të tillë. Ai burr që nuk është në gjendje të pranojë për nën të fëmijëve, dije se të ka mashtruar me fjalën të dua ose të ngjashme. Ai nuk ka fare dashnie as fare respekt. Dashnia e tij është shumë e përkohshme dhe shumë me interes afatshkurt. Kësaj pra do ta humbësh
dinjitetin tënd njerëzor karshi atij mashkulli që me deklarim ose pa deklarim ka synime të këqija. Dhe çka bënën ata? Ata krijuan gjëra interesante. U larguan prej termit martesë në një term tjetër që quhet bashkëjetesë. Që do t'i bjen pra burri dhe gruaja sa të kenë atë moshën e re, ta shohin njëri tjetrin vetëm si mënyrë për ta shu efshin, por jo për të kriju dhe për të lidhë familje. Pastaj, ata kur do të vinë në moshë të shtyme, do të gjenë se nuk ka kush kujdesit për ta dhe kësisoj. Pra nuk qajnë kokën, nuk bajnë kurfar deti dhe preokupimi për të ardhmen e tyre. Është interesante tek ne. Tek shumë shoqëri, por posaçërisht po them tek ne që akoma e gjejmë një gjë të tillë, pse kur lindet vajza njerëzit janë më pak të gëzuar? Sepse dojnë që të kenë trashëgimtar. Atëherë nëse ti dëshiron që të kish trashëgimtar prej meshkujve, a më mirë është që ti kesh 2, 3, 4 apo ta kesh vetëm 1? A më mirë është që ti të kesh pra të tillë që ti e mban gjallë njerëzin me ta, ti edukosh mirë, apo të një po që e çon pesh një mahall siç thot populli. Pra duhet të kemi kujdes se martesa prej objektivat të veta me domos e ka edhe këtë që e përmendëm, pra ta ruan shoqërinë nga të këqijat, nga imoraliteti dhe nga smundjet e tjera që rrjedhin prej kësaj. Këtë në fund prej objektivave të martesës do të ishte ajo që përmendëm, njeriu do të ta sheh si mundësi për të fituar shpërblim. Pse në martesë njeriu nuk po them sfidohet, por vjen në detyra të reja të jetës dhe mund ta paraqiste vetveten si të mirë ose të keq varësisht prej sjelljes që e ka në familje. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, më i miri për jush është ai që është më i miri për familjen e tij, ndërkaq unë jam më i miri ndër jush për familjen time. Qysh do të kishte mundësi njeriu që ta dëshmoj mirësinë e tij kur në fare nuk ka familje, kur i ik familjes? Qysh ka mundësi që njeriu të dëshmoj se është baba i mirë kur ai nuk dëshiron që të martohet? Me fjalë të tjera, ne duhet ta shohim shpërblimin tek Allahu i plot fuqishëm përmjet martesës, sepse siç përmendëm më dhat hadithin e mëhershëm, edhe detyra tjera që na dalin në jetë, sikur për shembull sadakaja më e mirë është sadakaja që i jepet familjes, atëherë do të ishte shumë normale që këtë ta realizojmë përmjet martesës. Edhe një herë, nuk dua që ta kundërshtojmë atë që folëm në javën e kaluar absolutisht, përkundrazi tash po dëshirojmë t'i motivojmë se martesa duhet të ndodhë me domos, por të shikohen prioritetet dhe të shikohen se apo realizohet përmjet martesës objektiva ose objektivat sheriatit për martesë. Thjesht mos shikohet gruaja si një gru e mirë për momentin dhe të mos analizohet mirësia e saj për të ardhmen, por kur do të vendosim për martesë, do të vendosim për personin adekuat që do të ishte meritor që të jetë me epitetin burr, bashkëshort, baba, gjysh e tjera, dhe anasjeltas që të jetë një grua femër e fejuar, një femër e martuar nesër, një nuse, një nën, një grua dhe një gjyshe e denjë për të mbajtur familje, për të edukuar familje dhe për të qitë gjenerata të cilët natyrisht ka mundësi që të fitojnë edhe pas vdekjes së tyre për shkak se kanë lënë trashëgimtar të harit dhe të mirë. Kjo ishte e tëra për sot, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.